E sot në emisionin ton kemi kënaqësinë të flasim për një temë shumë interesante dhe shumë të rëndësishme për fizikën, mjekësore dhe terapinë me grimca të rënda, e cila përdoret në trajtimin e kancerit. Të ftuarat janë 3 zonja të shkëlqyera që po e përfaqësojnë me dinjitet shkencën shqiptare në nivele ndërkombëtare. Kemi doktoreshën Redona Bexheti, doktor shkencë në fizik, e specializuar në terapinë me grimca të rënda, po ashtu profesoreshën Mimoza Fezullahu Izairi, po ashtu në rrugën e doktoraturës, e cila merret me ulëmtime mbi terapinë e kancerit të gjirit me grimca po ashtu të rënda, dhe studenten Vlora Veseli, e cila është studente e vitit të tretë, nëse nuk jam gabim, dhe ka qenë pjesë e Summer School në CERN si studentja e vetme nga Maqedonia e Veriut. Emra me titull aq të gjatë, nderi dhe seriozisht është shumë i yni që ju kemi pjesë sot të emisionit ton, ndihemi shumë e fat. Faleminderit që pranuat t'jeni pjesë e emisionit ton. Të fillojmë nga zonja Mimoza. Zonja Mimoza, ju tani jeni veç se më në vitin e tretë të doktoraturës dhe punoni mbi terapinë e kancerit të gjirit me grimca të rënda. Cili është qëllimi i këtij hulumtimi? Atëherë unë fillimisht po e nis pjesën duke ju falendëruar që na ftuat që të jemi pjesë e emisionit të juaj. Nëse ndalemi tek pjesa e kancerit, faktikisht po quajmë domethënë temën që neve trajtojmë. Në pjesën e doktoratës time unë kam ndërlidh pjesën e kancerit të gjirit dhe po ndjehem shumë e gëzuar që sot në muajin roz të tetorit kam mundësinë që të flas lidhje me pjesën e kësaj teme. Është pjesa ku neve mundohemi që të japim kuptim në lidhje me pjesën e po i quajmë shërimin e kancerit të gjirit, duke përdorur pjesën e rezatimit. Është një mënyrë domethënë që arrin të jetë më efikase dhe më efektive, duke mos dëmtuar pjesën e organeve përreth. Kjo është edhe pjesa e synimit ton kryesor, që arrin domethënë të shërohet kanceri duke mos i dëmtuar domethënë pjesën e organeve tjera domethënë që janë të shëndosha. Pse grimcat e rënda konsiderohen shumë premtuese për trajtimin? Pjesa, nëse ndalemi tek pjesa e grimcave të rënda, është mirë të cekim se për cilat grimca neve po flasim. Po flasim për pjesën si diçka shumë teknike, ndërsa kur e dëgjojmë. Absolutisht. Nëse ndalemi domethënë tek pjesa e grimcave të rënda, po flasim për pjesën e protoneve dhe joneve të karbonit. Është shumë e rëndësishme për shkak se këto do arrijnë domethënë rezatimi do arrijë domethënë që të shkojë drejt për zëtin e pjesën e qelizës kancerogjene, duke mos dëmtuar domethënë pjesën e organeve përreth, dhe është shumë e rëndësishme se këto janë shumë efikase dhe efektive që të shkaktrohet domethënë pjesa e qelizës kancerogjene. Dhe domethënë pjesa e këtij rezatimi neve na mundson domethënë që të mbrohet pjesa e organeve. Neve kemi parasysh domethënë që kanceri arrin të shërohet edhe në forma tjera, mirë po domethënë dëmtohen pjesa e organeve përreth, që është domethënë shumë e dëmshme për pjesën e pacientit. Kemi dëgjuar se kemoterapia se sa është e dëmshme për gjithë trupin ton. Vlora, këtë vit keni marrë pjesë në Summer School në CERN dhe je studentja e vetme nga Maqedonia e Veriut. Si do ta përshkruash këtë përvojë unike? Po, këtë vit pata fatin që të jem pjesë e një eksperiencë shumë të rëndësishme, besoj. Diçka ishte për te ëndrës, domethënë të marr pjesë në CERN, të përfaqësoj vendin, universitetin, në ato hapësira, ishte diçka shumë unike. Ishte diçka e rëndë dhe e papritshme faktikisht, sepse numri të aplikuesve ishte shumë i madh, ishte rreth 10.000 aplikantë të cilët kishin aplikuar këtë vit. Dhe unë isha ndër 150 studentët e pranuar të cilët ishin nga shtetet jo anëtare të CERN-it. Mbase Maqedonia nuk është shtet anëtar, atje isha domethënë si studente, po ashtu edhe si praktikante për një periudhë prej 8 javësh, që ishte një eksperiencë besoj që do ta kujtoj gjatë gjithë jetës, diçka e papërshkrueshme besoj për te ëndrës. Ishe më shumë e motivuar me vetë faktin se ishe edhe vetëm jashtë shqiptare, padyshim? Po, gjithsesi, edhe ajo ishte diçka e papërshkrueshme, domethënë të përfaqësoj vendin tim, të përfaqësoj shqiptarët, universitetin, ishte një mburje shumë e madhe në ato hapësira, domethënë diçka e papërshkrueshme. Edhe na ke bë krenar të gjithë. Sigurisht. Zonja Redona, ju jeni nga të paktat shkencëtare gra që merren me fizikë mjekësore në vend. Ma thoni pak se si lindi ideja pikërisht që ju të merreni në këtë fushë kaq të veçantë. Faleminderit një herë Xhanan për ftesën, është gjithmonë kënaqësi jona. Ideja është qëndron atë se ne gjithmonë shohim në qoftë se ka diçka që mund të ndihmojmë të tjerat. Dhe si mund të lidhet kjo me fizikën? Realisht
është kjo pjesë e fizikës mjekësore që ndihmon njerëzit të shërojnë një sëmundje shumë të rëndë, që është kjo sëmundja kancerogjene. Dhe pikërisht, kjo është ideja të lidhësh fizikën dhe të ndihmosh njerëzit. Dhe kjo është ajo e bukura që unë jam shumë krenare që kjo është tema fusha ime që unë punoj dhe do të punoj në të ardhmen. Kishit vështirësi në fillim kur fillua? Sigurisht. Të bësh diçka që nuk është bësh përpara në vendin tonë është e vështirë. Por bashkëpunimet që i kemi pasur gjithmonë me vende të zhvilluara në këtë drejtim, na kanë ndihmuar dhe kemi arritur sukses deri këtu ku jemi. Dhe sigurisht bashkëpunimet vazhdojnë. Gjithashtu dua të cek sepse edhe për atë jemi këtu. Cerni dhe bashkëpunëtorët që i kemi nga aty kanë qenë ndoshta pika kryesore që e ka bërë të mundur që ne të arrijmë realizimin e asaj që kemi dashur. Do të thotë realizojmë një simulim për shembull virtual dhe të shohim në mënyrë virtuale çka ndodh para se të arrihet të bëhet trajtimi i një pacienti në një qendër që përdor terapinë me grimca të rënda. Po, kur jemi te terapia me grimca të rënda, kjo është një gjë e re në mjekësi. Për vendin tonë do kisha thënë Xhanan po, sepse në botë ka vite që përdoret, ka shumë pacientë që janë të trajtuar, po në Ballkan edhe kemi mungesë të qendrave të këtilla, edhe se po punohet për të bërë një qendër e re, por megjithatë në vendin tonë me të vërtetë është diçka e re, e pa dëgjuar, por që është mirë do të thotë disa ndodhi që po ndodhin si puna ekspozitës, sepse ka dhënë një huri dhe ka bërë të mundur vetëdijsimin e qytetarëve të tonë. Jeni optimiste se në të ardhmen e shkurt në këtë vend tonin shumë do ketë ndikim pikërisht trajtimi? Sigurisht. Unë e shoh dhe me kurreshtje të madhe sa është ngritur vetdia dhe dëshira e studentëve për të marrë me fizikë mjekësore. Dhe kjo më bën shumë të lumtur, sigurisht. Zonja Mimoza, cilat janë vështirësitë më të mëdha që hasni gjatë procesit të kërkimit shkencor? Nëse ndalemi në pjesën e hulumtimit shkencore, do të thënë cila është ndër barierat që ne vendeshemi më tepër, është pjesa e mungesës së laboratoreve, po themi në pjesën asaj që të jemi neve në formë të drejtë për drejtë. Mirë, po neve përdorim pjesën e flukës si një ndër programet që arrim të simulojmë pjesën e gjithë asaj, duke konsideruar sikur e kemi pacientin përpara neve dhe arrim të thënë që të rezatojmë me pjesën në varësisht do të thënë në cilën pjesë ndodhet pjesa e faktikisht kancerit ose pjesa tumorale. Dhe në këtë formë është pjesë barierë tjetër, pjesa e këtij programi që është goxha i rëndë, po i quaj goxha i rëndë, por shkak se është një problematik krejtësisht në vete dhe secila prej rasteve për neve është problem i ri. Dhe kjo domethënë është një pjesë, por që me punë mendojmë si të gjitha ngadalë arrim që te kalojmë. Si është për ju të punoni në një fushë ku keni të bëni me fizikën, mjekësinë, biologjinë? Është një privilegj shumë i madh. Unë këtu po ndërlidh pjesën e asaj, ndoshta nuk kam arritur që të plotësoj ëndrrën e prindërve që të jem pjesë e mjekësisë. Ndoshta kjo pjesë e fizikës më po i ndihmon mjekësisë më shumë. Absolutisht. Kjo pjesë më ndihmoi që të jem pjesë ku të ndërlidh pjesën e shkencës, duke ndërlidh pjesën e fizikës, biologjisë dhe pjesën e mjekësisë. Të gjitha këto në atë duke krijuar secila prej tyre në një botë, po qym në vete, duke krijuar atë simfonim për të shpëtuar jetën e njerëzve. Sa punë humane bëni. Vlora, cilat janë ca nga njohuritë apo përvojat që ti personalisht i konsideron më të vlefshme nga qëndrimi yt në CERN? Po, do me thënë ishte një periudhë jo shumë e gjatë, por jo edhe e shkurt, edhe mund të them bindshëm se çdo ditë aty ka qenë një përvojë në vete, një eksperiencë në vete. Çdo ditë mësonim diçka të re, shumë gjëra tepër informacione, diçka që nuk e kisha parë më parë, diçka shumë më ndryshe, duke filluar nga mënyra e të menduarit, mënyra se si punon sistemi dhe shumë gjëra të tjera. Faktikisht me një fjalë atë çka e kisha mësuar deri tash në ligjërat apo në teori tash e shija në praktik. Edhe kjo ishte edhe e bukur e asaj se domethënë gjithë ai profesionalizëm aty bënte që të kuptojmë se sa e rëndësishme është shkenca në praktik faktikisht. Normal zbatimi i fizikës në pjesën e programimit, analiza e të dhënave, përmes gjuhës programore, software-et të cilët nuk i kisha përdorur më parë, ishte një periudhë se shumë
provuse nga një anë, ishte sfiduse për mu, mirë po ishte diçka tepër e re, tepër interesante dhe shumë gjëra të reja të cilat nuk I kisha parë më parë. Si ishte për ty të jesh në një ambient ku takuhen student dhe shkencëtar nga gjithë bota realisht? Është një emocion? Tepër, tepër ishte, më tepër se sa edhe imagjinoja. Nuk e mendoja se do më priste diçka shumë e madhe. Do me thënë, unë isha orientuar, do me thënë më kishin orientuar që do të jem pjesë e një projekti, të një eksperimenti në A62, e cila është pjesë e CERN-it, e cila I takon pjesës veriore të SPS-it, e cila është pjesë kryesore e përshpejtuesve të CERN-it. Edhe aty do me thënë kam qenë në mentorim të disa shkencëtarëve, ishin 4, 3 nga to ishin nga Italia dhe njëri ishte nga Britania, do me thënë shumë kultura të ndryshme, veç pjesës praktike, të cilën e fillova që në ditën e parë dhe më shoqëroi deri në fund, faktikisht e kisha edhe pjesën e ligjeratave të cilën e kishim për një muaj rresht dhe aty do me thënë filluam me ligjeratat me kryesusin, kryesusen e CERN-it, e cila është Fabiola Gionati dhe gjithashtu ligjeratat vazhduan mëtej me David Tong, besoj këto emra shumë të njohur teoricien të cilët besoj që e ndjej veten shumë me fat sepse të jem drejt për drejt me to, t'i pyes dhe të bisedojmë është diçka ma gjepse se pa përshkruar. Zonjare, dona të ndalemi pak edhe te simpoziumi I njohur të Ugo Amaldos në CERN. Si ishte përvoja juaj në atë mjedis ku mbledhen mendjet më të ndritura të gjitha kohrave dhe të shkencës botërore? Ka qenë ditët, ashtu si tha edhe Vlora, të jesh në CERN, është më shumë se ëndër. Edhe ne realizuam ëndrën tonë, unë personalisht realizova një ëndër timën të jem pjesë në CERN. Ishtë një simpozium që zgjati realisht një ditë për hir të 90 vjetorit të njohurit Ugo Amaldit. Ugo Amaldi është një ndër fizikantët më të njohur në botë, I cili ka dhënë shumë për shkencën. Ashtu si nga ana teorike që na ka dhuruar shumë libra, ashtu edhe nga ana shkencore na ka lënë pafund njohuri që ne do t'i shfrytëzojmë në të ardhmen, ka qenë më shumë se magjike, do kisha thënë. Dhe të dëgjosh ligjeratat nga profesor që ndoshta veç emrin mund t'ua dëgjosh dhe ti shikosh ashtu si tha dhe Vlora, të arish dhe të bisedosh me to, janë aq të thjesht si njerëz, aq të mirëkuptueshëm, aq do të thot miqësor janë, sa që me të vërtet ka qenë privilegji joni. Dhe ndjehemi shumë të lumtura që patëm të paktën fatin që t'jemi pjesë. Jo rastisht tonë se madhështia një njeriu që jetë në modestin e tij. E vërtet. Cilat janë sfidat më të mëdha që përballen tani të rinjt në vendet e vogla për kërkimet e mëdha ndërkombëtare, sepse përmendi zonja Mimoza kemi laborator, kemi më shumë? E vërtet është. Ashtu si tha edhe profesoresha Mimoza, e vërtet është që infrastruktura dhe përparimi I teknologjisë në vendin tonë është mungesë shumë e madhe. Ne mësojmë teori, me të vërtet studentët tonë, për shembull të Universitetit të Tetovës janë aq të furnizuar me njohuri, por kur të mungon pjesa praktike dhe nuk mundesh ta shfrytëzosh. Ne kemi laborator të thjesht, bazik të themi në universitetin ton, por jo në nivele të larta që të arrim neve të bëjmë ulumtime shkencore të mëdha. Po mundohemi të gjejmë një rrugë, një ndërlidhje me bashkëpunëtorët nga jashtë që të mund nëpërmjet softverëve të ndryshëm ne të arrim të bëjmë realizimin e ideve, planeve tona. A janë të hapur për bashkëpunime? Po, sigurisht, gjithmonë kur neve kërkojmë ndihmë, gjithmonë I kemi aty. Kjo është ajo e mira dhe të themi nga të gjitha ato mungesa që I kemi, të paktën kur kemi bashkëpunim, kemi dhe sukses. Dhe kjo ndoshta është ajo pika që neve ju shtyn të punoni. Po, na shtyn që të punojmë dhe të arrim realizimet ose planet që neve kemi. Zonja Mimoza, a mendoni se në të ardhmen do të mund të kemi në vendin tonë qendra të specializuara që përdorin terapi? Neve po themi që jemi rrugës drejt
po i quajmë kësaj rruge kaq shumë të rëndësishme, në rast se nuk do kishin pasur shpresën edhe pjesën e asaj për të shpresuar për një të ardhme që do jem pjesë e jona këto laboratore, dhe kishim shumë të vështirë edhe neve që të vazhdonim gjithë këtë punë. Normalisht që po punojmë drejt kësaj pjese, nuk po flasim në formë personale, po flasim domethënë në përgjithësi neve që merrnim në këtë fushë, në këtë drejtim, dhe shpresojmë domethënë që për një të ardhme shumë të afërt që do kemi domethënë pjesë në vendet tona, domethënë po i quajmë laboratore ose qendra që për një të ardhme shumë të afërt paramendohet domethënë që e kemi edhe neve si Ballkan, domethënë një qendër të tillë që për fat të keq jemi në mungesë. Të shpresojmë. Edhe pjesa e shërimit të kancereve për fat të keq tek neve nuk arrin, domethënë që të përdoret pjesa e kësaj që neve po punojmë, pjesa e rezatimeve, po për një të ardhme shumë të afërt jeni optimiste dhe absolutisht keni besimin se do bëhet. Vlora, cili është momenti përjetimi që të ka mbetur më shumë në kujtesë gjatë qëndrimit tënd? Atëherë janë të shumta, të dallosh është pak e rëndë, besoj. Çdo ditë ka qenë një diçka shumë e re dhe diçka impresionuese për mua. Mirë, po atë çka do të kisha dashur ta veçoj normalisht në fund ndoshta, atëherë kur arritëm dhe të fitojmë rezultatet e asaj çka kisha punuar për 8 javë, ishte shumë sfiduese, diçka shumë e re, mirë po kur arrin që të shohësh se ka arritur në një rezultat, e ndjen veten sikur ka arritur diçka të bësh dhe ishte besoj diçka shumë e rëndësishme për mua. Gjithashtu, domethënë në fund të kontratës time arrita që të prezantohet punimi im para grupit punues të shkencëtarëve të grupit Pinjonju, të cilët ishin pjesë eksperimentit në 62, domethënë faktorit Kaun, dhe u përshëndet shumë mirë nga ana e tyre, u pëlqye dhe faktikisht rezultatet e mia janë diçka që do të mund të përdoren edhe më tutje dhe u raportuan, domethënë, dhe u publikuan në faqet në sistemin e CERN-it, që besoj është diçka që nuk është diçka e vogël. Zonja Redona, ju së bashku me profesoreshën Mimoza, zonjën Mimoza, keni qenë edhe prezantuese të ekspozitës CERN-it dhe Universi, shkenca që na lidh me nxënësit shqiptar. Si ishte kjo përvojë dhe çfarë reagime morët pikërisht nga të rinjt? Përvoja ka qenë jashtëzakonisht e bukur, e mirë, dhe të prezantosh diçka si një qendër që është CERN-i, qendra më e madhe bërthamore të themi, jo vetëm në Ballkan, në Evropë, por edhe në botë, është diçka më shumë se e bukur, do kisha thënë. Dhe në momentet që vinë nxënësit, vinë studentët dhe ballafaqohen me realitetin dhe shohin nga ku është krijimi, të themi, universit deri ku kemi ardhur sot, dhe të shohin sa zbatime, sa punë bëhet në CERN, është diçka shumë e bukur. Ka qenë një reagim jashtëzakonisht i mirë nga ana dhe shumë kureshtar nga ana e studentëve, nxënësve, dhe kjo më ka habitur shumë që neve jemi të etur si vend për dije, për njohuri të reja dhe kureshtar për të ditur më shumë. Aq më pak kur bëhet fjalë për një qendër si kjo. Gjithmonë nxënësit vetëm, po si mund darin, a ka mundësi neve të shkojmë? Dhe kjo ka qenë, këto pyetjet që i bënin në mënyrë direkte, do të thotë aq kureshtar ishin, sa që njëherë donin të vinin te fundi. Ndoshta edhe fakti që në mënyrë më direkte u keni treguar të gjitha këto ndodhi, ata e kanë ekspozita ka qenë aq e përmbushur, do të thotë diku mbi 40 fotografi, dhe të gjitha kanë qenë të autorizuara nga CERN-i, është punuar nga arkitekt nga CERN-i, që është reguluar dhe është bërë e mundur, do të thotë, ekspozita. Të gjitha kanë qenë të përkthyera në 2 gjuhë, që do të thotë se edhe vizitorët e qendrës Diamond Mall kanë mundur rastësisht të kalojnë dhe të mund të lexojnë dhe të shohin ekspozitën. Dhe kjo ka qenë, do të thotë, një përparësi në vendin tonë, sepse ju është dhënë e drejta të dy palëve, të gjithëve, sepse ne jemi, do të thotë, një popull multietnik, të themi, një vend në cilin jetojnë jo vetëm një
etnicitet, por kemi dhe më shumë. Dhe kjo ka qenë me të vërtet diçka shumë e bukur që ka ndodhur në vendin tonë. Dua të theksoj që deri në 15 tetor është ekspozita e hapur, për ato që kanë humbur, për ato që kanë humbur dhe nuk kanë pasur kohë që të shkojnë ta shohin, sigurisht që kanë kohë deri me 15 tetor. Ekspozitën e shoh si një mundësi në rastin që thatë teoria dhe praktika, të paktën këtu të paktën mund t'i shohin. Të marrin të paktën njohuri, të kenë njohuri, të paktën të dinë çka ndodh, ku ndodh, ku është. Sepse Cerni është një qendër që nuk është e ndërtuar vetëm në një vend. Për shembull kap 3 vende, sepse përshpejtuesi në të cilën është i vendosur është unike sepse është i vendosur i tokëzuar, të themi, në 100 metra ndër tokë. Dhe shpejtësia me cilën lëvizin Grimca është aq e madhe sa që është 99.9% sa shpejtësia që ka drita. Dhe kjo është diçka unike që e bën. Mos flasim për detektorët e gjëra që e plotësojnë dhe më shumë këtë si qendër. Juve zonja Mimoza, çfarë ju mbeti më shumë në mendje nga takimet me të rinjt? Atëherë, nëse ndalemi tek pjesa e ekspozitës, njëherë po përgëzoj domethënë gjithë këtë iniciativë që ishte për të promovuar pjesën e një qendre kaq të madhe, për gjym laboratorin më të madh që neve kemi është pjesa e Cernit. Ishte shumë kënaqësi për neve të jemi prezantuese në pjesën e studentëve dhe nxënësve ku arritëm të japim më shumë informacione që ndoshta nëse flasim në jetën e përditshme kishim shumë të vështirë që të kuptohemi. Në rast se themi domethënë që jemi pjesë e kësaj, do duhet domethënë shumë tepër kohë të japim sqarime se në çfarë fushë neve po merremi. Unë jam shumë e gëzuar nga gjithë edhe në pjesën e fotografive mund të shohim se sa kurreshtar kanë qenë gjithë nxënësit dhe studentët dhe që më kanë lënë shumë bresa pjesa e pyetjes sa po kemi nisë që të prezantojmë, si mundemi që të shkojmë. Ka qenë domethënë kjo ndër pjesa asaj që automatikisht krijohet ajo energji pozitive dhe kjo është edhe pjesa e misionit ton që ne jemi pjesë që të motivojmë dhe të frymëzojmë domethënë të rinjt. Edhe pse edhe ne jemi në pjesën e gjenatave të reja, mi po flasim për brezat edhe më të rit, jemi pjesë frymëzime dhe duam që të motivojmë që me punë mund të arrihet gjithçka. Shkenca nuk është vetëm dije, po është edhe një ndjenjë që ne kemi brenda dhe që duhet domethënë të reflektojmë në pjesën e asaj. Është shumë bukur kur në domethënë pjesën e zbulimeve të ndryshme që bëjmë, ne japim dritë edhe në gjithë errësirën që ndodhet. Dua t'ju pyes dy zonjave, a shihni këtë si një urlidhse mes shkencëtarëve të rinj, nxënësve të rinj dhe shkencëtarëve këtë lloj ekspozite, apo kështu lloj aktivitetesh? Absolutisht, domethënë nëse ndalemi tek pjesa e kësaj, është shumë e bukur tash kur nuk kemi vetëm fjalë, por domethënë ndeshemi gjithsesi me pjesën e realitetit. Unë këtu kam shumë dëshirë që të prek, neve kishim edhe nxënës të mjekësisë, kishim edhe të pjesës së shkencave, domethënë të universiteteve të ndryshme, dhe që arrim domethënë të kuptoheshte dhe vetë qëllimi i gjithë Cernit ka qenë domethënë që nga shpërtimi shumë i madh i Big Bangut, domethënë të kuptohet si kemi arritur domethënë deri në pjesën e asaj që ne jemi sot këtu. Çka ka ndodhur menjëherë pasi ndodhi domethënë pjesa e shpërtimit. Ka qenë pjesa e ekspozitës shumë e bukur dhe jo nuk është rastësi që gjithçka është në formë rrethore, edhe vetë pjesa e Cernit është në formë rrethore që është pjesa e po e quajmë përshpejtuesit më të madh që është 27 kilometër. Domethënë gjatësia e saj dikund nëse shkojmë neve dhe jemi prezent dhe në rast se e shohim pjesën e Cernit do e vërejmë domethënë që pjesën e kësaj që neve po flasim por 27 kilometër nuk e shohim për shkak se është e thellluar dikund domethënë 100 kilometra nën tokë. Domethënë po flas 100 metra, më falni, nën tokë, po flasim domethënë për një pjesë që nuk duket absolutisht pjesën e jashtme, por që është shumë e bukur pjesa e kësaj për shkak se nuk ka në rast se shikohet pjesa e asaj fotografie që përshkruhet pjesa e këtij laboratori nuk arrin domethënë që të ka kufi, për shkak se është një projekt që është ndërkombëtar. Dhe kemi shumë vende anëtare të botës, po nuk ka kufi. Ne si Maqedonia e Veriut fatkeqësisht nuk jemi vende anëtare dhe kjo neve na jep shumë pengesa të themi gjatë aplikimeve që ne kemi të drejtë, kemi mundësi, i plotësojmë gjitha kushtet, por në momente që shifet që vendi jon Maqedonia e Veriut nuk është anëtare, ne menjëherë neglizhojmë dhe hymë në listën rezervë nëse nuk do të plotësojnë kushtet e tjera. Atëherë ju jepet mundësia. Dhe kjo është për keqardhje. Uroj që sa më shpejt Maqedonia e Veriut të mund të ketë të drejtën të bëhet anëtare e vendeve që janë në bashkëpunim me Cernin.
më vjen keq se statusi i një shteti pengon shkencëtarët të merren me hulumtimet e tyre, kjo është për të ardhur keq. Vlora, si ka ndikuar kjo përvojë në motivimin dhe drejtimin të mëtejshëm akademik? Absolutisht, besoj ka luajtur një rol kyç, edhe pse shumë shpejt akoma sa ka mbaruar, mirë po ndryshoj gjithë pikpamjen se si e sheh, sepse domethënë kemi një dallim drastik mënyrën se si atje ecë shkenca dhe si ecim ne. Normal nuk është as që mund të vëmë në krahasim, është diçka e pakrahasueshme, domethënë mënyra se si shkon vetëm profesioni se si ecën ato shkencën nuk e shohin si profesion, nuk e shohin vetëm në një orar fix nga 8 në 4 dhe të përfundoj. Atje çdo vend frymon të shkencë dhe domethënë shkenca ishte vetëm si lloj stil jetese për të. Domethënë në çdo cep ku shkoja dëgjoja fjalë për CERN-in, për atomet, grimcat, Higgs bozonet, shumë gjëra, shumë terme, domethënë të cilat te ne mendoj është si mangësi. Mirë po nuk mund të themi se është e pamundur, besoj derisa unë isha pjesë e CERN-it, besoj është shenjë që nuk jemi edhe aq shumë larg CERN-it, është e mundshme që të jemi të nesërmet edhe antare. Dhe kjo të besoj do të na mundësoj neve shumë gjëra, shumë më shumë organizime të këtilla si që shkolla verore dhe praktika të ndryshme. Mirë po gjithsesi, sado që të mendoj që jashtë është më mirë, normal jam akoma e mendimit se vendi ynë ka nevojë për shkencë, ka nevojë për një frymë të re, besoj edhe të vazhdojmë me këtë motivim, ndoshta të punojmë sa më fort që të punojmë në vendin tonë. Faleminderit. Zonja Mimoza, një mesazh për të gjitha gratë të cilat duan të merren me shkencë dhe të zgjedhin karrierën në shkencë. Atëherë, nëse ndalemi tek pjesa e gjinisë femrore, unë këtu po shfrytëzoj rastin që të falenderoj përzemërsisht familjen time, por familjen edhe ku po jetoj, domethënë të bashkëshortit tim, do ishte shumë e pamundur që një femër e vetme të arrinte edhe të mbrinte në suksese domethënë të mëdha. Mirë po jap apel domethënë që gjithë pjesa e jonë domethënë të mobilizohemi po që në këtë pjesë dhe të jemi domethënë frymëzim edhe pjesë bashkëpunimi ose përkraje për njëri tjetrin domethënë që të mbrim. Në rast se këtu po ndalem domethënë edhe me vetë pjesën e shkencëtarës tonë shumë të njohur, Maria Kirit, e cila thotë domethënë që nuk duhet të kemi frikë nga asgjë, por për të kuptuarit më shumë. Çka nuk kuptohet domethënë neve çdo herë duhet të kemi pjesën e kurreshtjes dhe të arrijmë domethënë ato qëllime dhe ëndrat tona. Asgjë nuk është e pamundur në rast se neve kemi vullnetin dhe energjinë për të vazhduar. Fiks, domethënë edhe pjesën e dëshirës. Zonja Redona, dua edhe një pyetje për ekspozitën. Çfarë doni që vizitorët të marrin me vete nga kjo ekspozitë? Të marrin dijen e para, kurreshtjen dhe dëshirën për të mësuar më shumë. Dhe këtë e keni pa deri tani se me vetë ka qenë prezencën në nivel më të lartë dhe se që kemi menduar. Dhe ajo dëshira kurreshtja e tyre sigurisht që neve na ka bë dhe më të lumtur, por dhe më të themi të mundohemi të punojmë më shumë që në të ardhmen të kemi dhe një ekspozitë tjetër, pavarësisht është e gjendrës CERN-it ose diçka e ngjashme, por që të punojmë në këtë drejtim sa më shumë të informohen të rritë e Maqedonisë Veriut me atë se çka po punohet në botë. Ashtu siç tha dhe Vlora, shkenca që bëjmë ne dhe shkenca që bëjnë ato kanë shumë dallime ndërmjet vete, por nëse neve i bëjmë lidhjen në mes vete, mund të arrijmë suksesin dhe qëllimet që neve kemi. Aq më pak kur jemi neve femra dhe unë gjithmonë edhe studentëve të mi në universitet gjithmonë ju jap përkraje, mundohem që të jem gjithmonë optimiste dhe të them që do të bëhet, do mundemi, që të kemi sa më shumë do të thotë studentë të cilët, veçanërisht femra, sepse jam shumë pro asaj që femra duhet ecin përpara, femra duhet mbrin, dhe besoj që të paktën t'ja kemi arritur sa do pak të frymëzojmë dhe të jemi një shembull i vogël që dikush ta marrë parasysh që të mund të ndryshoj
jetën e vetë, karierën e vetë dhe të ecë për para. Ju falemderit shumë që ishit pjesë e këtij Faleminderit. emisioni, na e keni zbukuruar studion sot, Faleminderit edhe shumë. me këto fjalë kaq të bukura, me këtë bisedë kaq produktive. Shpresoj se keni motivuar shumë vajza të reja të cilat kanë ëndrat, po edhe pse ju duken ndoshta të pakapshme, të luftojnë, të punojnë dhe ta duan ëndrrën e tyre dhe ta realizojnë atë. Pa mos pasur pengesa, sigurisht që nuk mund të arish asnjëherë qëllimin që ti bën. Një pengesë nuk duhet të jetë një arsye që ti të lësh një ëndër tënde në gjysmë, po duhet të jetë dy fish, një dëshirë për të vazhduar ti përpara. Mendoj se pengesa duhet jetë një pauzë për të vazhduar edhe më tej. Ju falemnderit zonja të Faleminderit shumë shumë edhe juve. Knaçie jona. Faleminderit. Miq të dashur, këtu dal nga dal i erdhi fundi edhe emisionit tonë. Me këtë emision po e përmbyllim këtë javë. Unë ju dëshiroj një vikend të bukur, një vikend të këndshëm, me shumë dashuri, me shumë energji pozitive dhe gjithmonë ashtu siç e themi, duke mos harruar se edhe sot është dita ndërkombëtare e shëndetit mendor, të kemi një mirëqenie të shëndosh, të punojmë me veten dhe ta duam veten sa më shumë se çdo ndryshim fillon nga vetja ynë. Ne takohemi të hënën në ora 8 deri në ora 10 drejt për së drejti, pikërisht nga Servisi Publik i Gjuhës Shqipe për materialet e tjera, për intervistat e shumta, kronikat e bukura të përgatitura nga gjithë ekipi i emisionit Ritmi i ditës. Deri të hënën, mirëmbëjtje dhe miru takofshim.